EHA është kthyer në virale së fundmi që pas videos së shoferit të borpastrueses në Dibër, i cili shmanget këngëtares duke thënë EHA, por as Lori Hoxha nuk i ka shpëtuar përfshirjes nga kjo shprehje. Trashëgimtarja Top Channel madje së fundmi ndihet shumë EHA dhe këtë na empohon me foton e postuar krahas së cilës shkruan: "Ndihem EHA dhe kjo është gjendja ime këtë periudhë." Ju kishte munguar gjykalla e Castrozizos, tani këngëtari do të vijë me këngën e tij më të re që do të mbajë titullin Maca. Duket se Castro e ka kapur me insektet dhe kafshët. Deri tani, ai e mban një rekord të thyer me 7 koncerte në 7 vende të ndryshme brenda 24 orëve, por si duket Noizi po kërkon të arrijë një rekord të ri. Reperi në këtë fundjavë do të mbajë 2 koncerte brenda natës në të njëjtin klub. 2 koncerte në një natë në një klub, shkruan ai. Projektet e tij priten me mjaft pozitivitet. Zëri i ëmbël i Albans Skënderaj e ka fituar simpatinë e fansave, të cilët ashtu si më parë, edhe këtë herë presin me padurim këngën e tij të re. Këngëtari këtë herë po punon me kompozitorin Darko Dimitrov dhe na përcjell disa momente nga puna në studio.